Dy botime janë promovuar këtë fundjavë në qytetin e Korçës. Roli i Shteteve të Bashkuara në Golgatën Maqedonase 1991-2013 nga autori Risto Nikovski nga Maqedonia dhe libri Shteti si ndërtohet dhe mbrohet nga shkrimtari me origjinë maqedonase Stefan Vlahomikov nga Bullgaria. Organizatore e këtij takimi ka qenë Qendra Kulturore Maqedonase Sonce nga Korça me mbështetjen edhe të Bashkisë së Qytetit. Të ftuar në këtë promovim kanë qenë përfaqësues të shoqatave maqedonase Pregor dhe Dega e shoqatës Prespa nga Pogradeci, si edhe Met nga Vërniku dhe ambasadori Maqedonas në Tiranë Stojan Karanajov, si edhe përfaqësues të fushës së letrave nga Korça dhe Maqedonia. Vasil Steriovski, aktivist nga radhët e komunitetit Maqedonas në Shqipëri, ka bërë edhe prezantimin e veprimtarisë. Libri Roli i Shteteve të Bashkuara në Golgatën Maqedonase 91-2013 i Risto Nikovskit, ish ambasadori i Maqedonisë në Shqipëri për periudhën 1998-2002, përshkruan edhe rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Maqedonisë, që me shpërbërjen e Jugosllavisë dhe deri në ditët e sotme. Me kënaqësi vi në Shqipëri, shprehet autori Maqedonas Nikovski, ku kam qenë edhe ambasador për periudhën 98-2002 dhe mund të them, po me kënaqësi që marrëdhëniet mes dy shteteve tona po zhvillohen shumë mirë. Pikërisht për këtë ne duhet kemi gjithnjë një bashkëpunim të mirë, është shprehur Nikovski. Kufijt tashmë janë vetëm një formalitet. Ne mund të lëvizim lirisht në Europë, por ne duhet të kemi edhe një bashkëpunim gjithmonë më të madh në rrafshin ekonomik, pasi ky do të jetë edhe afrimi ynë më i shpejt me Bashkimin Evropian dhe për standarde më të larta të dy vendeve tona. Pikërisht ky aktivitet është një tjetër hap drejt të këtij bashkëpunimi në të ardhmen. Ndërkohë, në librin Shteti si ndërtohet dhe mbrohet, autori Stefan Vlahomikov përpiqet të japë një koncept të vetëm të historisë së Maqedonisë, një filozofi të historisë maqedonase, termin dhe shtetin Maqedonas. Vendet dhe kryesisht popujt e Ballkanit kanë ndryshuar shumë. Ne sot jetojmë në shekullin e 21, ku shohim se marrëdhëniet mes dy vendeve sa vjen dhe bëhen më të mira dhe më të zhvilluara. Libri im ka të bëjë pikërisht me historinë e Maqedonisë, ku unë përpiqem të jap një koncept për të ardhmen e popullit të Maqedonisë, ku përmbledhet e shkuara dhe pikërisht e ardhmja, dhe kjo e fokusuar më së shumti tek marrëdhëniet me fqinjët. Shprehet autori nga Bullgaria Stefan Vlahomikov. Aktivitetin e ka përshëndetur edhe këngëtarja e njohur maqedonase Ristana Rina Nikolova.